Kjo çështja e shtetësisë do të mundohemi thashë të prekim disa pika më të rëndësishme sepse është një problem shumë i gjerë, po të doja të nisja fillimisht me ata të cilët janë kosovar, kanë prind kosovar, për arsye ndryshme e ndalë në vende tjera për të jetuar, dhe vendi ku jeton ja u ka kufizuar që ta kenë vetëm një shtetësi, dhe tani që ka ndruar ligjet të kutadion mund ta marrin edhe shtetësinë e Kosovës dhe përballen me probleme të mëdha. Isha ndalë fillimisht tek ta Bubulin. Fillimisht është e rëndësishme me u cek për publikun, që para vetës e kemi një ligj të ri, i cili tashmë ka hyrë në fuqi dhe është publikuar në gazetën zyrtare në maj të këtij viti dhe ka zëvendësuar ligjin e vjetër i cili ka qenë i publikuar në gazetën zyrtare që nga viti 2013. Është e rëndësishme me u cek që vetë qëllimi i këtij ligji ka të bëjë me përcaktimin e mënyrës fitimit, rifitimit, anulimit, regjistrimit të shtetësisë në Republikën e Kosovës. Pra, vetë shtetësia nënkupton një lidhje juridike mes qytetarit dhe vetë shtetit Republikës së Kosovës, mirë po cilat rezultojnë domethënë me të drejta dhe detyrimet të ndërsjellta. Që janë? Fillimisht për me apliku një qytetar për marrjen e shtetësisë, ligji jon i parashet dhe disa mënyra, domethënë cilat parashihen me ligj dhe në bazë të udhëzimit administrativ. Ato është mënyra e parë është në bazë të prejardhjes, domethënë origjinës, me lindjen e personit në bazë të prejardhjes dhe origjinës. Nëse një fëmijë do të thotë lind në shtetin e Republikës së Kosovës dhe njëri nga prindrit është vetë shtetas i Republikës së Kosovës, atëra e fiton shtetësinë automatikisht të Republikës së Kosovës. Mirë po, qytetarët duhet me bë dallimin e vetë personave do të thotë që lindin në Republikën e Kosovës, mirë po prindrit e tyre nuk kanë shtetësi të Republikës së Kosovës ose kanë ndonjë shtetësi të ndonjë vendi tjetër, por edhe ata e fitojnë në mënyrë automatike nëse fëmia lind vetë në Republikën e Kosovës. Kjo është dallimi, edhe pse prindrit e tij nuk e kanë. Do thotë ky është dallimi me prejardhje në bazë të origjinës dhe me lindje në territorin e Republikës së Kosovës.